Përshëndetje të më shikuesve të radio televizionit 21, shikuesve të emisionit Një kafe me labin. Dreams janë villat ku jemi të vendosur në Brezovic, sonte bashkë me ekipin e emisionit Një kafe me labin, po është kënaqësi e madhe dhe veçantë, se sonte iftarin e kanë përgatitur të shtëpia, edhe vim aq më tepër edhe bashkë në këtë vend, këtë ambient mrekullueshëm, edhe i shijojmë, bëjmë iftar së bashku. Iftar paqe të mirë edhe ju në shtëpitë e juaja, bëni gati, e di që ju e keni bërë iftarin, por ne në kohën e iftarit, emisioni transmetohet në ora 21 si zakonisht. Kënaqësi e madhe sonte që unë i pres me një respekt shumë të madh, me një dashni shumë të madhe, gjithmonë energji, gjithmonë pozitivitet, gjithmonë kënaqësi ka qenë me pas pjesë emisionit Një kafe me labin. 6 motrat Mustafa, unë i thëmë mirë se vinë sonte në kuadrët e emisionit Një kafe me labin. Kënaqësi është më pas, kënaqësi më pas, Said e Safet, faleminderit shumë që ju kam pjesë kësaj nate të veçantë. Po më vjen mirë shumë që ju kam sonte dhe është më tepër që kemi me shiju po më duket sonte natë. E di që ju dyja nuk keni pas barë shumë të madhe. Barë në kanë. Uroj nata e bukur, por këtë rast këtu kësa e më bashkë edhe është fillimi, po duarja petrolit, faleminderit shumë që zakonisht unë makinën e furnizoj me karburant bashkë të Karia. Prishtina Tiketit, faleminderit shumë, min tënë që e bën bashkë me Një kafe, bashkë me emisionin Një kafe me labin, jam me fatë dhe falenderus që të kam, por edhe njëkohësisht edhe këtu e shijoj aromën e pavin kaves. Elhamja shkurta, kumria edhe lulja janë së bashku. Regjia po më thonë që në fakt ato kanë mbrive që i kanë tepsijat me flije me mantia. Kënaqësi që ju kam sonte pjesën Një kafe me labin, a bën që hajde mbrenda. Respekt, faleminderit shumë, kënaqësi e madhe. Kam faleminderit shumë që sonte. E kënaqësi me kon sonte bashkë. Luli, Luli e plumbi por tha nona ulla. Ajo tha nona ulla mora. Okej. Flije mantia gjitha janë bo gati, kështu që vazhdojmë e bëjmë gati iftarin. Anja dy. Se ka mujtë për 2, e që një plot treqes. Po, A bën deri sa na po punojmë këtu, a bën ato bëlim të ta knojnë ai sa. Çka bëni të bëj? Vakti iftarit do të më knuna ai sa. Hajdeni, ma gjallë pak, banane. Me siguri ka Ajo del zani ajo para iftarit. Por ma mirë, papa. Djelina përshëndet, gjdo ditë si falje, nuk janë ditët që kalojnë,
jemi ne që çdo ditë shkojmë, nëse s'mundesh me bë mirë, mos ban keq se ke vështirë, fjalë ma t'mira le t'i themi, se sot jemi nesër s'jemi. Në muin e mëshirës ma falë çdo gjyna, ti më mjafton muaj dashuria. Vizitojmë miqtë vjetër, ndoshta s'jemi bashk në Ramazanin tjetër. Apë punot ju vazhdim. Bravo. Edhe neve për na punohet. Ma shumë. Koha iftarit, kështu që edhe neve këtu na paq bo mirë, e po Zoti Kabul, po edhe në anën tjetër edhe juve shikus. Ulluni, liresht, ulluni. Zoti Kabul. Me njëre pas atmosferës iftarit, u këthym bashkë me motrat, është kënaqësi, unë thash e madhe që i kam sot në kuadrët e misionit Një Kafe Mlabin, aq ma tepër që jemi bashkë me juve. Uroj që këto momente e keni një disponim, një atmosferë pozitive në shtëpitë e juaja. Unë kam thonë gjithmonë, jam me fat, sepse mbi gjitha nuk është veç që ju kam pjesë e misionit, po jam me fat pëse se jam pjesë e familjeve t'juja. Jam pjesë e juja vazhdimisht, kështu që kënaqësi është edhe për mu. Po du kështu, me fillim, a ka mundësi me anisë me muzikë? Me muzikë po du të më thonë, me anisë me muzikë të më thonë. Gjashtat? Doli qika në obore, loj, loj, lulia ime, loj, loj. Të lutëm nonë ma banë halale, loj, loj, lulia ime, se unë nesër nuse shkoje, loj,
që ata se kam Taulantin edhe Lumin sonte, se i kam 6 aty, kështu që orkestra as na duhet, do të thonë. Kështu që po i përshëndes edhe Lumin edhe Taulantin, po as xhelozoni kurrë se gjithmonë me Lumin janë në syn. Ja i pak. Pak. Për çfarë arsye nuk xhelozoj? Unë pak xhelozoj, po se shfaqet. Ka fol kumria nuk e nin kërkosh. Jo, jo, është një pjesë e madhe e shqiptarëve se tjetër kurrë. Kumria zakonisht, domethënë, çka të folet gjithmonë e kanë. Edhe para kësaj here ku kom pas në emision çështu njëjtë kanë thonë. S'dëgjohet kur gjë pa ama unë dëgjoj ke. Po se di valla, po për çato pa mos unë shkojnë kërkon. Se di pse. Unë po du me falenderu për gjithë shkafin, për shkak se në kohën e iftarit ke shpat, bre. Që trijat, kështë trijat. Qatë vjen që e baj ke kjo, e kum qitë onë. Po, Sahidja Edhe është ato shumë. mantia aty. Sahidja është shumë për ka kuzhina, është shumë punëtore. Edhe ka një farë punë dyqysh pa zhurë me banë. I bindo se në pëjdores, po është e zoja. Po më doket, a është e kundër, tha. Valla, unë jam e zoja bollë, po se di ma kanë punu diçka synin, nuk kum shinë për të punë të mija. Ja, la për ndryshe të falenderojmë, se na kemi pas shumë emisionet e ti. Po sot me të vërtet na ke dhënë një ndjenjë shumë të mirë, që na ke thirrë në iftar, na ke bëu bashkë se Ramazani që mesazhe për sjell për me u bëu bashkë me njerëz të dashtëm, për me shtru bukë, lumaj që shtron bukë në familje. E kështu që faleminderit shumë që na bëne bashkë motrav. 2 si kem këtu, edhe ato 2 u dash me marr, po njëna është në Zvicër, tjetra dhe janë punë vet. E kështu që faleminderit shumë. Jo rastësisht, domethënë, është edhe data 8 marsi, edhe jo rastësisht, domethënë, jeni gjashtat se mbas 6 vjetëve. Domethënë, para 6 vjetëve ju kom pas gjashtave, edhe mas 6 vjetëve a 5 gjashtave, domethënë, kështu që bashkë në studio. Për mua është kënaqësi gjithmonë, kur ju kam, Lule po du me të ka për qape. E nditi pëse. Po du me të ka për qape, taknun kongën me fillim, po të marin me të mirë me fillim kështu, kështu që deri në fund si dijet natës. Shumë herë kemi bisedu, shumë herë kemi qenë zbashko. Kush është kalauzi i shtëpisë? Kalauzi i shtëpisë dorën e qam veta, po. Jo, veç e pa pozicionin. Kuptova kalauzin e shtëpisë, dhe me tonë, po, normal, kejtë për të mirë. Saja kalauzin 2 pjesë ndarë, kështu për mirë jam monde, për të keqja të djerë. Po du, kështu, e mora epitetin, dhe me tonë, edhe për të mirë, dhe me tonë, që zakonisht shyreti shtëpisë, dhe me tonë, shyreti shtëpisë, po ama kush kullet të jo? Që kush kullet? Për më kullë, Safetja. Ama mazor. Mazor është më kulla. Ma e madhe. Jo, Safetja është ajo që kullët ma shpet. Sa vet, a qëkon e kullmja? Shumë. Shumë. Për që ato kum vazhdu. Po. Ja, po. Seriozisht, do me thona, nuk kem diferencë shumë të madhe mes vejt e motrat, po gjithmonë për çdo gjë më kanë pyet, si për një këngë, si për një veshje, si për çdo gjë, pa miratimin tem s'kanë bërë kur gjë. Me këto tjerat, për shkak bjen pak ma rallë me shkuna për koncerte, si po me Sahiden që jem gjithmonë bashkë, e kem një diferencë 2 vjeçare në mes, po çdo gjë që unë e kom thënë, kjo e ka miratu, do më tonë s'ka pas nevoj kur me bo pytje. Ama shumë interesant, edhe ndasia sot, do më tonë, jo rasesht. Do më tonë, një trija që jeni bashkë, edhe në për koncerte, në për dozman e të dhe, edhe atë trija të ato në tjetër, do më tonë, ball për ball, ball për ball. Kështu që, këto trijat janë bashkë.
Më thonë 90% rasteve. Ju nuk jeni dhe më thonë tonë gjatë gjithë kohën bashkë. Mundeni lirisht edhe vetë, dhe më thonë shpesh herë ju kom pa. Qësh është kur jeni, dhe më thonë, edhe i keni këtë trijat, po e marrë shembull, me një koncert bashkë ose me një dasëm bashkë. E di që më ka ra rasti, dhe më thonë që ju me konë musafire, këtu me konë të knu. Qërë me konë me motrat, e njëna vetin ma mirë, se përgjithsin ma të madhe e kanë motrat. Edhe kur kem koncerte ose dars ma 6 motrat, shkojna me shumë knasi se nuk kena asë një barës, e kanë këto dyja, edhe shijom ma shumë. E kur jem vetë, për shumë me Elen, me Tukën, është një përgjithsi tjetër. A mbani mend Ramazanin asaj kohë edhe të sodit? Normal, na ma të mëdhaja të moj me. Unë adim se pëtëm të asaj kohë. Të asaj kohë kur keni qenë pa të martume. Kur një konë të shpia, kur boj iftari. Po na imi konë në kështu si familje, a ditë motra shumë, normal që ajo ndjenja është ma e mira atëherit nështë asë sot, se më kujtojtë konë edhe gjyshja, kemi shku dhe aty të familja e dojve për shembull, kanë bërë iftare, jemi mbledh, jemi konë nështë pa për me pa martu, ma të lira, ma. E tash, normal që jeta po të largon, dashtë e s'dashtë, ti po bosh me fëmijët e to, me familjen tone, në momentet caktume nështë për shembull kjo mund me shku, ose ku më rija, unë s'moj. Dhe më thonë, është pak ma përkaona familjare, kështu po tha. Po për sa i përket se sa po e mojnë, rëma është dishka që po më pëlqen shumë se edhe rinia shumë pe agjerojnë, është një mesazh i mirë i këtij muaji të shejt për me ndihmu njerëz, për një mesazh të mirë që mu bashku me familjet, lëmë kush qetë në sofër bukë, fton mysafir, sepse edhe kjo tash është një mungesë e që sot kërkush s'po na vjen as po na bie rradh me shku dikun, për shembull nëse unë ty thiri lab, a e pim ka një kafe, a e pim dikun, domethënë qytet, nuk është ajo kënaqësia më e shtëpisë që të vinë njerëz, që si çaj, kënaqesh muhabet, domethënë janë më të rrolla këtu. Po në përgjithësi mirë, shqyqur që po agjerojnë krejt, agjerimi është pjesë e jetës e cilit mendimit vetë, po mesazhi mirë i këtij muaji të shejt për me bo mirë, me menu mirë, edhe gjonat me shku mirë. Zakonisht e ki prit iftarin mrena, e ki prit iftarin jashtë. Se këtu ma të vogla të me tonë, zakonisht. Përgjithsi jashtë, këtojnë gukur, po kënaqohen, përgjithsi jashtë. Gjyshja e pregatit kjo ushqimin nuk ka një, e kemi pas gjyshja nuk kanë ekstrem e mirë në kuzhinë. Edhe beso sot, qka të ha, diçka, adi e menoj atë pjesën, ajo ku i bëj këdo buk, i bëj këdo gjela. Cilat për juve jeni tashti, keni traditë e kuzhinës? Në përgjithsi, jo, nashta si ajo, jo, po në përgjithsi jem të mira në kuzhinë. Përveç lullës. Përveç lullës. Jo, Sajde, mëse përfshini, Sajde ja, shumë mirë në kuzhinë. Ja, mëse po. Sajde, jo veç e mirë në kuzhinë, po edhe i dizajnon mirë, seriozisht. Okej, tash ju mëse merë një mujnë e parë që ju kom të Që kom të mësua. Që jem kom të mësua. Ja, në përgjithsi, për një me jem të interesu me dyqysh është si relax kuzhina, nuk o që i dim në ashta ekstra mirë, po ketë sjesim, do me thonë. Na kam mësu dhe pandemia, me të kalzu tash të drejt pak, kur metëm që atëherë kështu në shpi më shelë, zdi që mi shka me bo, veç kështu është mi shka me pregadit, e pak na ka një muaj e pandemia sa jemi konë më shelë. Edhe kemi hongër ma shumë, edhe kemi bo, kemi pregadit ma shumë. Ju të rijat? Drejt me thonë labon, menoj që jam e mire në kuzhinë. Kumëria e ka një të veçanë që pitët, seriosisht, i kom thonë një ditë tash kom po me që të pitë shpejt, po qatë shpejt s'kisha pa kur. Edhe nuk pritoj heq. Edhe ka një ditë e baba aty, edhe tha, po kam qef mjë që të pitë, thash hajtë që të nabi, për një mesë, unë nuk më shkojnë shumë. E i ka bo shumë shpejt. Edhe më ka pëlqy shumë. Ashtë sa dhe i në rritë pak në të mënyrën të e pa në gjyshe, nanën, gronagjës, edhe pse motrat nuk o që zdin, por nashta dhe ju ka ra pak punën e kanë pas që jo shumë më marrë me punë të shpisje, na kanë atjerat pak ma shumë. Kështu që kuzhina më pëlqen shumë edhe besoj që di. Kuzhina s'ka fon nashta, po besoj që i di shumë se ne. Edhe Ela ashtu. Kështu që... Unë nuk e di, ma merë menja që di, që tha kumja kuzhina s'ka fond. Edhe Ela shumë e zoja në kuzhinë shumë. Ato që i di, bëj mirë.
Ato trija ato e di shumë mirë, kjo këto nga si uria, po shumë e mirë, shumë e mirë. Edhe ajo shumë e mirë, do të thonë, kjo uria, do të thonë, të mpri çmimin ju në ata, cila u kërgjëtjera fare. Isha të nana dhe Ila tha, po vinin dark, tha ketë komplet, edhe shkum të Ila. Kumëriat nesër ta po vinin dark, ta shti këto na i kemi provu, në sajda jem si uri, ta manë, tjërë njona, tjërë tjetra, shkum të tukja. Do me thonë janë të mira në kuzhinë. Tash a i kanë bo vetë nuk e di, neve nga kanë qitë në davarli. Me rallësi të shishme janë konë kërë i kemi. E shkurt, mira është. Ku janë morë? Cila për juve vonohat? Unë e di sigur që jo e para jam gjithë. Unë e labe kam qëto shumë pik dok, me thonë që nuk kam qef me mprit kërkush. Ma anëresra mirë, a keq, tjesh du më konë shumë e shpejt. Të pritja vërni me, më duket as Nuk e di, as njona më duket sjena. Lulli diçka të... Po lule vetë për në shkojnë së diçka. Me Lullën dhe i voni jemi ka në grupe. Tash Lulja e ka grupin e vetë dhe që disa vite është grup në veti. Kjo është e shpejt, po Lulja mundet me ndodhë që kur del jashtë ka arru t'i shka, edhe mund me na porosit, për shumë me thonë shkoni merë nëse harrova, dhe të vonon. A për nëryshe jo, nuk jem as njona kështu që me thonë komplekse, jo. Cila për juve hargjën ma shumë? Valaj Lulja shumë të kërkoj. Se po bjen gjëtë e ti, po realitet është Lulja. Në më thonë Lulja s'ka limite. Të më thonë s'ka limite. Qka kish bo Lulja nëse ishën varë për juve tash? Se di, nuk e di. Ha Lulja, qka ish bo nëse ishën varë për tëmbe? Isha bo, a Po, qka ish bo, qka kish ndodhë me ty? Nuk unë me varë me për tëmbe. Në njona me tjetërën jena, që nështë ta këshëm përnu të njëtër, shka të kështë lipë në këshëm bo. A është e vërtet? E vërtet. Seriosisht. E vërtet. Këshëm përnu të njëtër, nështë ta shka të kështë lipë, këshëm thanë po. Zvesoj që ja këshëm prish. Në tonë që kja motra për motrën, nuk është fjallë koti që e tojnë. Ja, jo, valla, ja. Më kanë motra shumë knatësi e madhe, edhe më kanë të ledhna me zveti është shumë mirë. Dhe me thonë, oroj krejt motrat, ku do që janë më kanë bashku me se është ndjenja ma e mirë. Që ko shambulli ma e mirë, dhe me tonë që qështë do të me funksionu motrat në me zveti? Ja, seriosisht se nuk është për shambull që këto më kanë frigu diçka mu, ose unë ku më përdor në i dhunë dhe i këtynve diçka. Po është respektin, edhe jemi rrit me një familje që respektu kanë rënd të parë. Do me thonë, një muj më kanë para me e dikush unë dash me thirë ose dad ose bac, se që është të në kanë mësu. Edhe kjo është ndjenja ma e mirë. Cila datë është e juja, po më interesën që jeni të dhejtit bashkë? Cila datë është? Ditlindja e nanës? Ditlindja e nanës e babës. Në më thonë, ditlindja e nanës e babës, dhe më thonë, ju mbledh... Nana edhe unë e kena... Bashkë e keni? Sa mirë, dhe më thonë, po të mbledh kanë, dhe më thonë, që a ditë kejtë komplet? Po, la bashkët për me është shumë knatësi e madhe, kur tje që feston me nanën të njëjtë në ditë, që deshtën e zdeshtën, mësë më ma festu mu s'kanë qare, se ja festoj nanën dhe aty jam edhonë. Po, najherë e menoj që thamë, si djetë jetës kur, mosha e bandë vetën, dhe vjen i ditë që nashta, vjen ditë lindja jame, që nanën se ki. Ajo ka me konë ma eftir, ajo ka me qenë ma eftir se e kuptushme dhe me thonë që ka vjen prej Zotit mirë se vjen dhe me thonë nuk na jetojnë gjithmonë edhe s'kemi mi pas gjithmonë, po kjo është e fështirë, kjo është e fështirë dhe me thonë se... Edhe gjithë e thamë veti, thamë se besojmë, inshallah është me jetë gjatë, edhe pësa është me shnetë shumë mirë, po thamë, dhe kjo pikë thamë se besojnë që e majnë, është ta najherë, dhe thamë, vete si thamë najherë, është ta dhe zdu më mauru. Unë këtë sezon që kam fillu dhe me thonë edhe duke e kërku gjithmonë diçka prej se cilit prej musafirve që po i kam. Kështu që është e pamundshme gjatë gjithë këtyre viteve tjetës të juj, bagazhit juj artistik, gjërave të juja të cilat fakt kanë ardhë, kanë shku, ka pas momente të rëzumjes, të ngritjes, sakrificës, mundit, përgjithsis, dhe më thonë dinamikës, shumë qkafit, kështu që kisha dash dhe më thonë, nëse mundeni, ndo njona për juve, rëfimet, që faktikisht dhe më thonë që ka diçka që nuk kemi shfalos në jere, që nuk kemi të rëgu në jere, që ndështë i shkone bukur me nda edhe me shikuesit. Unë isha këthy nështë shumë vite mrapa, kone luftës që asë njerë nuk do të me arru,
se di që e kumë thonë dikon me një intervist. Ka qenë ajo pjesa, kër jam martu në luft, e di që janë mërzit krejt, se kam shumë fështirë kër të nisi me folë. Stafi dihet, a i do konë ajo që u martova në luft, ku besi dhe ishke ushtarë ju që kësë. Pas një kohë, isha 7 zonë, erdha të nana, edhe aty meta. Isha mujnë e 7, Saidja, Lulja edhe Ela shkun për Shqipëri, po unë isha ajo që unë edhe isha mu këthy të besimi. Edhe pse se dhe që është gjallë, a e kanë vra. Po thjesht dhe isha me shkun atë pjesë, edhe isha marrë vesh dikun, më thot dikush që është gjallë. Deri dikun 5 javë, pa u kry lufta, unë isha ajo që me një farë mënyre, si kur pe maj babë nanën, 2 vllaznit edhe ganën, pe maj si kur unë ajo shkaktarja që unë zdu me dalë për Shqipëri, se isha me kom gullje që zdu me dalë për Shqipëri. Du mu këthy. Edhe e nisha një farë barë se baba, dhe i kenë qofë se ti nuk vjen, na kena me najtë krejt këtu, edhe në qofë se na mysin, krejt jena bashkë. Edhe e menova, edhe shkova. E maj men momentin, kër kemi hypë në autobus, që kanë shka, pe i Prizrenit, deri në Zhurë, e pa ta lidh një farë trenerke, që u falke në atë ko, katastrofa ishke ajo ndjenja, një trener, vllavin e vogël në krah, ku shtyshin ekstrem shumë për me mush autobusin, më rina në Zhurë, në atë pjesë e di që autobusi veç gati sa u praptu, edhe aty shdry po më kam edhe hecë, unë e vllavin e vogël në dorë për shkak mos më pa barki. E kalojmë kufinin e Shqipërisë dhe shkojmë të familja Gurin Kuks. Që dhe më thonë prej Zhurit dhe në kufi. Dhe më thonë kam për shkak që këtu të po e tregon të historinë, edhe mu po më ktheja, dhe më thonë që gjyshja e kemi mbaj, dhe më thonë plaf, dhe më thonë bashkë me halën, prej Zhurit deri në kufi. Unë e këta e bona hatri i nanës babës, që asnjoni s'deshin me ardhë, pa shkuonë. Po e kisha shumë vështirë se nanën tjetër se disha që besimi është gjalla, e kanë vra. Edhe e kalojna kufinin, ku na pret familja Gurin Kuks që du mi falenderu pa fond. Jo që na kanë këshyrë krejt familjen tonë, po në veçanti mu ekstrem shumë. Edhe aty u majt një koncert shumë i madhë. Safi su kanë Itali, Sahidja dhe Ela kanë marrë pjesë në atë koncert, ku unë nuk më shku as me pa, se kisha dhimbjen që nuk kisha as një lajmë. Edhe 3 ditë mas i kryet lufta, do më thonë deri 3 ditë, mas i u kry lufta, unë s'kum di që është gjallë. Edhe pse ndërkohë gazetat kishin shkruar që e kanë vra, u kanë ora 2 e natës që ka bot telefoni i shtëpisë te familja Guri, edhe më thirr një Medina që e falendroj nga zemra, edhe më thot hetse po thirr dikush në telefon. E marr telefonin, edhe ishke besimi e kishar, 3 ditë mas i u kry lufta, kishar më marr. As vet nuk e di, ka qenë dikun kati 6, i 7, qysh kom shdryp deri poshtë. Këto e tregova me një farë mënyre që çdo kush, çdo shqiptar ka vujt. Pas njëherë nuk do të me harru ato shka kemi kalu. Na kemi kalu shumë pak, po familje tjera kanë kalu shumë. Dhe sot do të me falenderu edhe ushtrin që falë ty në sot jetojmë të lirë. Falë ty në sot edhe ne jemi të lirë edhe mujnë me bo intervistë këto, po edhe sa, dhe me thonë vajzat që kanë qenë nuse, në atë kohë dhe me thonë e kanë pas edhe rastin tëndë, sepse ka repime të jashtëzakonshme dhe me thonë të cilat i kanë pas, që i kanë pas në luftë. Ku më një nuk e cekën i diçka që para se me uthu, dhe me thonë ku kemi banu në Prizren, nuk ka një banes 9 katshe, 10 katshe, qështë diçka. Edhe aty ka pas ushtarë. Baba jonë na u lutë, tha, a muni ju dyja, tha, me dalë, se na kishmi knu me një koncert, unë me Elen, se sa pitjave qiki për Itali, se ishtë situata shumë e keqë atje. Edhe kemi shku në Kostërc, kemi majt një koncert për motivin e UÇK-s.
Edhe momentin që kemi kry koncertin, është bombarduaj me, na kemi shku krejt kom, ka peçani në Suarek. Mas një javë ditë ku që jemi konë atje, baba ju kishtek nisi për Shqipnit ju lutna, vetëm ju dilni se e merë vesh dikush që ju e mbojnë a divin mrena në banis. Na jemi nis me Elen, e kemi marrë dhe lullën, me veti ke ishe vogël, e kemi marrë, mas 2 dite babës i kanë hinë ushtria në banis mrena. Edhe kur hinë mrena, baba e mi shtutë shumë, se ka pas kumërin, ka pas ganën. E kanë vetë, ka thonë, shka e kje, aja një Sadikalitjan, ajo komandanti, një advetar shumë i madh, një patriot, një luftëtar, Edhe baba i thotë, aji është gjenerat ma e re, unë nuk i një shumë mirë, unë po jetoj këtu në Prizren, adin. E aty ka qëllu i komunitetit të ram, edhe i ka thonë, hajde dalëm, se këtu s'janë këtat, dhe më thonë, aji ka pështue, që ata kanë dalë prej banis. Dhe pe atyt, ju ka lutën, ka thonë, ju lutna, hajde dalim, se e kanë, sa do pak të vetë frikat, shtike që ata ty të njohin si këngëtarë, që kemi knu shumë, kemi knu gërvallajt, për shembull në kohën kur i kanë vërana, kemi pas këngën kush të vërau ju su gërvalla, kemi pas as Helmis në Helman, kur janë Helmun Zancat, për shembull që jam konë pjesë që asaj Konga Fadil Vatës. Konga Fadil Vatës e kongë shumë tjera që kemi pas patriotike, edhe fatmirësisht na kemi pas gati 1 muj me Elen që kemi ditë kanë arë këta tani, krejt familja. Sene që nuk harrohen, është kjo pjesa e refugjatve, unë sërtë kaloj ka kukë se kam një dhimbje të papërshkrushme. Veç kur ta menoj sa njeri u konë aty, që si majka së toka nuk i majke. Është histori që nuk duhet harrohet dhe ajo nuk fshihet kur dhe më thonë prej memorias. Ne kemi taku një gjeneratës kështu që me protesta, me helmime, me krejt zezat, kemi pas gjenerata jonë për më duket. Po. Pasha besën. Kur jemi kona në shkollë dhe ma i menë shumë protesta, unë ku marrë pjesë një protest, edhe ka pas qatë shumë njerës në zonë sa kur kanë gjujt gaz lotësjelës, prej turmës të madhe më kanë shty, edhe unë komëra, edhe disa njerës kanë kalu më trup temin, jam kanë shumë smundë, me thonë. Më kanë marrë që ashtu dhe më kanë qu, jam kanë shumë e vërame. Edhe bile vike një kusheri jonë, u kanë shumë humorist, edhe si i ke, trimnesha bacit, më thejke, me thonë farë trimneshe të ikna për turmë. Po, dhe me thonë, i takojnë një generate që kemi pas shumë përjetime. Shumë përjetime, po mbi gjitha na kanë bu ma të fort. Gjitha ato përjetime që i kemi kalu e sfida na kanë bu ma të fort. Shkurt, Elame? Unë kisha të regu, jam kanë 15 vjeqe, dajën e arrestu në Dubravburg. Edhe në qatë kohë e liru në dajën edhe erdhen një dark të ena në shpi. Edhe më thotë baba, shko blej mish me një shtore, sa ty ofër shpis. Unë e kaluva rrugën në trotuar, e di shumë sigur që në trotuar jam kanë, edhe më shon një kerë. Veq e moj men vetin, a i ka sapnitë si shkon me një zorë në ftyrë teme, se që atë moment e kom hupe dhe vedin. Unë më qojnë në spital, që ata që më kanë shkel, unë tash frigën e nanës e të këtyne, aty një tha më skallzoni që jeni ju që më keni shkel. Vjen nana në spital, vinë këto edhe nana për thotë, ku shken që ata që të shkelen? Thash, se di kanik. Aty në pjo thotë, ata pëngojnë për mi blinë barnat, ata që më kanë shkel, dhe aty në pjo thotë, Zoti ju rujt juve që ma keni pru qiken, ata që e kanë shkel, ishala Zoti. Të njëjtën kohë, ju rojke, po të njëjtën kohë dhe... I malkojke. E ju, Zoti ju rujt që ma keni pështu qiken, ma keni pru në spital. Kur shkum në shpi, nonës ta shojnon që ata janë konë që më kanë shkel, që ju rojshe. Edhe më dyja. Shumë që po palën dime trona. Lame? Edhe këtë që të me levo, na jena si kojshit, në trijat, ka 2 vjetë Në krejt vujtje që ka i kom pas se Safetja në atë kotë luftës, i ki ma heret për Itali, unë i kom përbalu krejt këto me Sahidën. Me kalëzu diqka ma... Bashkë kemi konë shumë që... Keni njajtë.
ka punu kjo atje kur shkum refugjat, kjo punoj ke në kampin francez, si infermiere, edhe ka nimu shumë njerës. Bile, dikun me një koncert MC Kresha, patarë dhe tha, mami jem ka punu bashkë me motrën e jujta. Ajo kanë grue burnish. Une, kur ma se kum taku, shpesh bëj men, bas të Kreshtës me taku, veç ajo kanë bërë ndimën ma të madhe të gratë shtatë zona në Kuks. Bravo, Shumë. bravo. Kanë grue me një forcë të madhe, me një busqeshje që s'lanke as me menu me kajt, vish me një mu njerëzve, s'na lanke iqve që hec të kryna. Do me thonë ka qenë grue shumë e fortë. Bravo. Lule? Unë e mas luftës jam. Shamoj men, krejt mas luftës. Dhe më thonë nuk kam nëj farë, nuk e di nëj farë kështë, nuk kam historia, jo, diçka që... Kemi dalë, në fakt ka dalë me Sahidën me Elen, kjo ishë konë të menu që për Itali janë të dalë me në turneja, nuk vi. Seriozisht, ka menu që për Itali dikon janë të shkuj, që si shkon djeni që luftare që ka njësë edhe najnë ato ikë. Po dhe mirë, të e ditë të më tonë që të shku të thafeti ati. Të të prit atë. Atëherë edhe në fakt në Prizren, do më thënë nuk u hetu shumë të moshë strese, nuk u kanë lufta si shukon për shembull në Suharek, Mushtesht, për shembull Korish, ato menet që për shembull motra madhe ka pas një histori shumë të ranë e madhja, kur kanë dalë në qatë pjesë ku ka dalë edhe shkurt e fejza që gative që ju ka u plagu veta, vjera, po më do këta, një histori shumë... Do më thonë, Prizren nuk e ka edhe s'ka pas faj se kjo nuk e ka imaginu, shka do më thonë lufta, kjo ka kujtu që përshkena për qep dikon. Një pjesë të madhe të historisë, do më thonë një pjesë të madhe të ashtu në për të regojë dhe unë për jene parë këtë bashkë me juve se unë të kom pas të regu që vlamë në kom pas të ushtarë të qëkës, po një pjesë të madhe të luftës e ka kalu në Korish. Sidomos me Ukimej Rajti ka pas këta, dhe më thonë kështë që një pjesë ko gjani një pjesë të luftës edhe si ushtare ka pas në Korish. Kemi me qëndru bashkë, e di që pjesën e dytë, dhe më thonë, ka me qenë pak ma arktuse, kena më mundu, dhe më thonë, edhe me këndu, edhe me këndu, edhe me folë për diçka tjetër, kështë që po këto momente, unë kisha dashtë që më shkëput me marketing, për shkak që është bloku i pari marketingut, pa tjetër, na duhet me shku me marketing, pas marketingut jemi pra bashkë, unë i falenderoj si gjithmonë, falemderit ata cilit më pak të më bështetin, kështu që jam me fatë dhe falenderu se unë aromën e kaftës Pavini e kam edhe këtu sonte, falemderit Prishtina Tiketi që ullëtoj kudë në përbot bashkë me ta, por edhe vit drejt kudë në për Kosovë, për tokë ullëtoj bashkë me makinë, për shkak se karburanti vjen prej Arja Petrollit, falemderit që është pjesë e emja. Jemi bashkë këtë vend këtu të bukur, unë përdu me të falenderu edhe ty, për shkak që kontaktet, gjithë shka që ma kjevë me këtë mrekullit vendit këtu të Brezovicës, ku po e realizojmë misionin Dream Villas. Falemderit shumë për akomodimin, për mikpritjen, për gjithë shkafin, edhe uroj që po e kalojmë një natë bukur bashkë. Edhe pse sonte ndryshe prej herave tjera, sepse nuk dulem jashtë, koha është shumë e mirë, po jashtë nuk patë mundësi, edhe pse e kemi edhe ndoshta pishinën e gjitha, gjakozin e kemi këtu, gjitha i kemi këtu, po si do qëtet jemi bashkë me Motar Mustafa, sonte bashkë me një kafe më rabin, që të nëjë bashkë me ne marketing. Në bankat e shkollës moj mike, dy zemra u deshtën dikur, por zdi se ka më ike, e zemrës ja vure një gur. Në bankat e shkollës moj mike, dy zemra u deshtën dikur, por zdi se ka më ike, e zemrës ja vure një gur. Unë dam në erësine, ku jeta ndarje ka, po zemra lam të mire, jo zemrës nuk i tha. Unë dam në erësine, ku jeta ndarje ka,
Faleminderit, ja nisëm këtë pjesë dytë me bankat e shkollës Mojmike. A e mbani me në bankat e shkollës? si mbajnë. Periuda ma e mirë e jetës. Me konë ke qenë në klasë? Unë jam kanë me motrën e Remzijës, Remzi. Remzije Osmanit, me buqen, e kom pas shoqet bankës. Vazhdon me pas akoma miqësi me ta? Po, qëshjash, na jherë kontaktojnë, ajo që si për para, po na jherë kontaktojnë. Me kemi bo bile vënë një shoqet tjetër, na ka shtin grup, Gjeba që e përshëndes shumë, edhe na ka shtin grup krejt, edhe kur për shoh krejt klasat, dhe më thënë dhe në klasën e 8. Ajo periuda ma e bukur e fëminise e jetës. Me konë ke qenë në bankë? Unë kam qenë me një shoqe Lavdije ka pas emri. Vazhdon me pas raporte? Jo shumë, sa ajo jeton jashtë edhe tash jeta na ka largu, po kështu bisedojmë, domethënë nuk që nuk kem kontakt. Une edhe mësusën e kom pas ma të mirën e Kosovës, po edhe shoqen e kam ma të mirë. Mësuse ka qenë Shkurte Feza, deri në klasën e 4, edhe në Agjin e kom pas klasë. Okej, kështu që interesant. Interesant e bukur. Si ja kalon nona e Shkurte Fezës. Po, bravo. Ta kemi të regu dhe në emisionet e tjera, kësaj Agja është ka qenë edhe komandant i UÇK-s, një luftetar shumë i madh. Ai ka pas qef gjithmonë emrat Milan, që kanë pas me luft, me kësaj ja kalon Ibe Palikuqi. Po, tani janë ndru një lanë Shkurte, se nona Shkurte Fezës kishtë thanë, një lanë Shkurte. Në fakt, mi shkurtu vajzat. Mi shkurtu vajzat. Unë edhe lullën e mora. Mas andej, ti e shkurtove, po e more lullën. Po dhe lullën se lash. E mban mend? Pa tjetër, unë e kom pas Nazlin, po dhe sot kam kontakte shumë të mira, se për fat mire kam edhe kusherin, dhe kështu që prej kur jemi lindë, jemi rritë dhe po plakun bashkë. Okej, Edhe pse jeta në gurbet, po, Edhe unë me shoqet klasës kam kontakt, po edhe unë Shkurte Fezën e kom pas klasë parë dhe dytën më ka dhënë mësim, mësuse, por shoqet i kam e Kameritën, Selvin, Valbonën, që edhe sot jemi tonë kohën bashkë. Lule? Shkollës fillore kam... Pra dhe Lishkut janë në klasën e parë, dytën, dhe më thënë 2 vjetë, dhe kanë dalë tani në Prizren, kjo i ka pas të rritë Prizrenit shoqet. Rezartën, Albulinën, Rezartën më jena kanë familjarisht edhe kam kontakt ala. Edhe janë ka një familje shumë e mrekullueshme këta e njohin. E na ka të vogla në shkollë kërë shumë, u do keme përcjallon ato dhe në shpja, jo mu dhe në shpe, e unë ato, do më thonë dhe shumë dik. Të më thonë në këtë. Edhe ki basim për të këtë shpje, tani se jam vënu. Një nëzaj kënata të për të një nga tjetër. Shqarja në fund shkallë, dhe më thënë e kishë misin në katin e dytë edhe ishtë të nana, hajde Saidja, me një koma do të përit, me një koma. Lak jam konë shumë aholë. Po bëlla me një koma. Said të... Unë si batë, kështu të që jam konë shpe, po jam konë... Je kujdes këgja shumë për? Shumë jam kujdes. Baba punaj o konë referent, ka punu në Zyre në Rami Sadik, edhe do dhe në këtë atë periudën e shkollës, si do mos këto që periudën ma të gjatë kanë kalu, do dhe në Prizren, kanë shku si shumë të reja, edhe shkojsha i kështu në shkolla, pa mësojna, që shkojna. Do dhe në gjithmonë jam konë shumë e. Ma kanë pas frikën, po nuk i kom... Kur jam regjistru në shkollë muzikës, dhe më thonë, në shkollë muzikës ki 4 vjetë solo këndimin o pi. Po. Edhe po vjetë profesori, për herë parta lullet ka motra. Lab, unë jam konë tip si fmi shumë e mbëllët. Dhe më thonë, asë kanë di qaqë që di me kënu, asë se kanë di që kam lidhje me muzikë. Po. Edhe jam regjistru në shkollë muzikës, vjenë Sahidja, tha hajde në salë të koncertit, tha motra, po do më në unë të lujtë, dhe është me lujtë, se Sahidja o për para, që shme kënu. Ku deshta medalë, do me thonë e kënuva, unë një kom kjo me në qizëjke, edhe opera, të kënu qika vogël e Sahidës, do me thonë një vjetë, ka flejt për i tutët, për që qeshin qatë vedjet, edhe ja flejke. Po, ato opera të abdi, tani kjo më kishë pasin qizu, tani flejt se ti ta lutë. Flejke të qika. Po dhe që është në pjerë me po gojna, këtë gojnë është. E tuti qikët.
E bukur. Jo rastisht, domethënë, e qela këtë pjesë të parë diskutimit të emisionit, për shkak që 7 marsin e kemi pas dje, sot ditën e shajt mësuesit, i përshëndesim gjithë mësuesit, e mësuesat, kudo që janë për Kosovë, për kontributin e tyre që e kanë jap, edhe aq më tepër mësues tanë të asaj kohës ku kanë qenë kogja vështirësi shumë të mëdha, domethënë për vështirësi, po edhe na si fëmijë seriozisht ai brezi, sidomos si jon, jemi kanë turtë, të sjellshëm edhe ndaj arsimtarëve. Gjë që kisha dashur edhe fëmijët e tanë tash me pas një respekt të veçantë për arsimtarin. Sepse mas prindit në edukim është mësuesi që ta don të mirën. Asnjë mësues në botë nuk ka që nuk don me pa nxënësin mirë ma mirë. Nuk ka. E kështu që kjo gjenerata ma e re duhet me pas një respekt shumë të madh për arsimtarët. Jemi të 8 marsi, e kom edhe kani buqet me lula prej labit, kështu që pianisi që shto. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Lule. Babi, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Që mos hara qërë me zemër për ta jepi. Respekt, për shkak që është dita juj, dita ma e bukur dhe dita ma e veçantë, unë e di se secila jeni ma e zonja në profesionin edhe punën që e bëni, gjithmonë e keni quzanin, kur është dashtë me quzanin, për vendet, për sendet, për pozitat, për gjithë shkapin. Kështu që mu më vjen mirë që ashtë ma tepër që sonë të këtë natë, këtu sa jam bashkë me juve dhe mi thonë edhe nanës teme. Zemrës du shumë, faleminderit për gjithë shkapin, faleminderit se cilave nanave, cilat fakt na kanë rritë, na kanë eduku, na kanë shkollu, na kanë pru sot kur jemi këto. Kontributi i femnës u ka një jashtëzakonshëm, se dimos i gjeneratave të nanas tona që kanë vujtë shumë. Për shembull nana jonë që ka lindë 10 fëmijë, edhe ka pas punë shumë, edhe mund shumë, edhe ku kanë gjithmonë e fortë. Ja ka dalë. Ja ka dalë të na eduku edhe neve, se bashkë me babën, që na duhet mu shkollu, edhe sot jemi, domethënë secila në drejtimin e vetë, uroj që edhe ato femna që nuk i kanë shumë drejta, se nuk muj me thonë që jemi plotësisht kem drejta. Ka fshatra të thella për shembull që nështë edhe femnat nuk janë, jo që s'janë zojat, po nështë edhe si kanë edhe drejtat për me. E kështu që duhet me luftu për drejtën e femnës, se femna shumë e zoja, në krejt fushat. Qëna, jemi shtet ku faktikisht kemi pas presidente femna, kështu që kemi pas atipetën, kemi pas vjosën, kështu që dashtë e pa dashtë, dhe më tonë jemi shtet që në fakt e kemi të parat e shtetit femna, duhet me qenë. Po do drejta pak ma shumë. Po i lëpni. Po jena ka një aty. Okej, po ju liroj duhet, liroj një lirisht, dhe më tonë, që... Mali men lullat. Edhe atona, po, lirisht, po, edhe në atonën tjetër, po mundeni. Qërë të lejtë kamini aty ofër, po qashtu, hiq pa merak, dhe më thonë që me mujtë abden me qenë ma lira. Kështu, kur jemi tek 8 marsi, sa 8 marsat keni këndu, sa vite, dhe më thonë, keni qenë, dhe më thonë, shumë grave, jo vetëm në Kosovë, po të e marrë, dhe më thonë, se sa shpesh jeni në diasporë, dhe sa koncertet janë, dhe më thonë, shumë ta. Kur jeni 6 këto, edhe kur keni 6.000 veta gra atë, çfarë ndjenjë është? S'ka ndjenjë më të mirë se atë dashnin që na i ka dhënë publiku, edhe ti e dëshmitar vetë se kemi pas shumë ramje bashkë, si për ty, si për neve, na kanë dashur shumë, edhe na jemi mundu me dhënë maksimumin për me u kënaqë gratë. Kështu që ky 8 marsi si vjetit na ka prit në Kosovë, edhe më ka shumë mirë që jemi në Kosovë, për shkak që gjithmonë na ka shumë diasporë, edhe pse ka fundi marsi do t'jem edhe atje. Kështu që mirë shumë. S'ka ndjerë ma të mirë o labë, se me dashtë. Jo, as pak. Edhe më konë 6 atë fakt. Edhe më konë 6. Edhe me konë 6 atë edhe ma e mirë. Po, se ishim vitin e kalu, mi jemi konë 6 atë. Po. Ajo me një koncert, kër jemi konë bashkë, e anisi një konë shumë naltë me kënu. Të dhuj, ajo zarë më lo, edhe veç kërë këtë tha tu shkeft, ma mirë, a i zonë që e kif. A më kënaqësi shumë e madhe labë. Seriosisht, kemi utu me ty makina. Po.
edhe një 4 koncerte kena pas, po seriozisht kënaqësi më të madhe se më kanë 6 bashk, edhe më nalë çdo vend, si në Austri, Gjermani, Zvicër, do më thanë është një diçka që për me nuk e harroj kur. kur. Një shëtitjeve. Edhe shumë unë knasi. diçka du me shtu këto. Ti e din zakonisht unë në bin nuk levizi shumë, jam me një vend rri. E kur t'jam me kumërjen, 6 motra duhet si cilin vend me dalë t'u ik piksojna, veç kur e këtë shakujt nga të me. Do të më kanë pozitiv. Po. Menoj që do të më kanë shumë pozitiv. Unë menoj që jam ajo Ja, që kam qef mi disponu shumë. Në emisione pe këthejmë pak në humor, veç kumëria seriozisht e ka një humor me të lindun. Do me thonë, qatë shumë nga disponon... Kjo pitili shpis, në krejt aspektet e mundshme, se nuk o pitili vish për keqe. Në krejt aspekt. Qatë shumë nga disponon, sa nuk mujna 1 minut me nejt pak tonë. Drejt me thonë, najherë thamë, jo, Adil, po thjesht e kam natyren vetë. Po. E kam natyren që nuk moj pa humor, nuk moj pa kesh. Dikush pa pas, gjdo shpi, pa pas dikën, është e pa mundshme dhe me thotë që është vete, është energjia e krejt, familjes, pozitiviteti, krejt shpisë e gjithave. Une jam konë si tip shumë e ndjeshme, në përgjithsi jena krejt ashtu, po jam konë e teprume. Edhe kur më thirë si të më thirë, kjo diçka që nisi me kalëzëm, më thotë, hajtë ti, së unë jam e 7-4-ës. Kjo më thotë, hajtë tash nisi ati pe 7-2. Nuk më lenë asme. Edhe pse mos me busqesh, pse mos me bo morën shumë herë me motra thamë, na do të me falenderu Zotin çdo sekond jetës, që jemi kaq shumë, motra, fëmi, plus fëmi tonë, dhe mas pari që e kena shnetën. Edhe nuk ka lumturi më të madhe, pse mos me kesh. Po më interesën me ditë sa nipa e mbesa janë këtë komplet. Për shkak të podu kur shkojnë të dajt, të gjyshja dhe me tonë kur të mledhe. 23 janë... 23 nipa mesa bashkë. 23, po. 23, E kjo është ajo që e kanë... Do 33 kur të mledhe një bashkë, dhe me tonë 33, pa nanën e babën, dhe me tonë 33, 36 jeni këtë komplet. Po kjo është e mira që ta Saidja pak ma herët na kanë eduku mënyrën më të mirë prind tonë neve, edhe na e kena përcjell të fëmija. Se është e vështirë sot 23 nipa mesa, që me kalu atë mirë si kur na që shena të lende, janë fëmi tonë. Edhe kjo është e mira menoj për një familje. S'keni nevoj për kërkan me ti ndasëm. Ja, në ndorësëm. 37, 38 sa jeni, dhe me tonë plus burat, plus familje e burit, në tjetër, a që dasë ma u kry, dhe me tonë. Jo, lab, është që 23 fëmi, po ti marrish ti renit krejt, dhe ti shtish me knu një kongë, është për një me knatësi shumë e madhe kër janë nganë si cilin ma mirë se tjetri. Dhe me tonë, këtë fëmija këndojnë? Shumë zanat. është një zorë, s'di një tamana si kori mirë që ta knaqë shpirtin kur ti ngajsh, të knu krejt. Ashtu që shumë knaqet mu sonte dhe për knaqë një shikus të dhe jo, 6. Mendojmë. Hajde, kumrije, qërë ndëgjëm se gjithmonë për janisim prej safetit. Hajde, qka për janisim prej teje, që tash? Po, drejt me thonë labune se kama drejt, hala se du të safetit e të ndosë, të na une për mi anis. Vesh një mesaj, kom që ma shkër safetit. Ti sa dush drejtovo mu, po në prap du të bukëthy kështu me këshur safetja, shka për thë. Jena rri që shto. Po. Do më thonë, ketë një moshtë madhe, kena, edhe për një kongë që unë du me bo, une du të safetën, jo pse kjo më obligon mu, po thjesht e kena ato saf, a është mirë, shka për thush, dhe thonë gjithqysh me vetë safin, a iden, që na shka me bo. Edhe pse sot jena... Na i herë baj hajgare, tha, mëre nuk jo vesë, e kom bo një mosh, edhe ones jo vesë, po përgjo. Po s'mujmë. Po prapë s'mundë. Kështu që prapë do të safin. Respekti, me respekt, qka po këndojmë? Hajde për kryna një Po mënomi do kongë që si kena knu kështu shumë, po... Edhe pse kena me kongë, me kamion, Jo, jam i anisa ashtu 4-5 ditë në shkon vish të këndu, dhe me tonë. Eni në Prizren të gjithë shkoj, veni të këndoj, një ere let, atje në pret, këndoj kam 20 vjet, se që nga Shkodra deri në Janin, Preshe Vlore Prishtin, prej manastiri deri në Ulqin, kënga jo na plin. Kjo kënge jon, gjithë një jehon, në këto këtë
të shtrejt, jetojnë e gjithmonë, kam vajtur, kam kaluar, jam gëzuar e pikëlluar, gjithmonë në zemër kam pasat dhe vendin ku ngrita fole. Kam vajtur, kam kaluar, jam gëzuar e pikëlluar, gjithmonë në zemër kam pasat dhe vendin ku ngrita fole. Kjo është një këngë që kemi kënu me Osman Shehun në 94-93, s'jem shumë sigurt, edhe kemi marrë mikrofonin e ortë me qëtë këngë në atë kohë. E kështu që një ditë Safetja tha morë që ja këngë, tha shumë një këngë e miru këngë, edhe na kujtu, kështu si rastisht. Bravo. Pe asaj kohë e kënum tash të ti. Bravo. Mu po vjen mirë, tu e këndu këngën edhe mu më lindin kry pyetja. Gjatë këtyre këtë viteve, një moment që e manë mend të një jetën e gatë. Po muj me thonë, është karriera që kemi fitu që teman që na kanë dashur për me shumë. Kemi marrë dashnin e publikut që edhe emrin e kem prej publikut. Do më thonë, albumin e parë e kemi pas dueti Safete Saide Mustafa. Gjithmonë kanë erdhen motrat dhe kanë bet motrat Mustafa. Dhe asë njerë si kemi prezentu emrat, asë një klip, asë një gjerim, do më thonë gjithmonë motrat Mustafa. Dhe emrin motra e kemi prej publikut. Edhe është sa një ma e mirë që kemi fitu dashnin shumë të madhe pe njerëzve. Po edhe jemi mundu me dhanë, maksimum. Ju trijat, kur përmendet fjale atë dhe, qka ju bjen dërmend mas parti? Ku është, gjatë ju sa për këndoni këngën, unë e kisha shumë ndime. Gjithë shkafi mu këthejke, një retro, sukseset e mëdhajat njerëzve, dhe më tonë, që kanë arrit, njerëz që kanë sakrifiku, gjithë shkafin. Të kjo trijat? Labi, unë e kujtoj fjallën liri, cilën mas luftës me njëherë ka qenë koncerti i madhë në Prizren, cilën për herë të parë, ti ke kënu ato që ka ki dash patut. Dhe më thënë, ka qenë një koncert tepër i madhë, me shumë duart rukitje, me të qame, dhe më thënë që krejt ishin se ishke hera par njëtën tonë që na pegzojmë një liri. Edhe po kënojna patut, me një farë mënyre. E përmende fjallin liri, e the koncertin, edhe në përthëm, liria ka emën, Ishala, drejtësia, delim pa, edhe shpallën pa pajshëm, ata dhe më thonë cilët fakt po gjukohen atje në Hagë, uroj që një ditë për ditëve në triumfoj liria dhe ti kemi ofër këto, edhe dalim dhe më thonë edhe me ata dhe më thonë komplet. Për ty? Po, sakrifica e ushtrisë qërimtare, familja Adem Gjashari me familja Berisha, Reçako, e shumë masakra, që janë banë Kosovë, po, falë ushtrisë qërimtare sot, po jetojmë të lirë. Shkurt? Unë e kisha veçu, kur është shpallë pavarësia Kosovës. 17 shkurti. Me thonë që o kanë ndjenja maj mirë, edhe pse jam kanë është ta ma e rinë mosh, nuk i kumpretu shumë ato të këqijat që ka pas Kosova, pa ju kanë momente maj mirë njetë. Qëfar ndjenje është kur sot isheni generatat e reja, kur sot isheni motra shumë të reja në moshë, ndërshëta që dalin s'ken, po ajo është që shkapi falë meritës juve dyjave, për shkak se ju dyjat keni qenë parat, edhe një qëfar rrugë ju keni japë, të më thonë, shumë të rejave të cilat fakt sot i kemi ndërshëta edhe në s'ken, që janë motrat, shumë motra tjera. Në bje mirë vëllab që jemi bo modeli ma i miri për duetet e tjera. Kanë dalë duete shumë të mira, me vokalet tepër të mira, po më bje mirë që po dalin talenta të ri, edhe jemi bo modeli ma i mirë për duetet. Kjo është natësia ma e madhe që kanë marrë modelin ashta. Po du mi unë ngasëmu juve të katërtave, pa i prekur këto. Lejni motrat. Për juve, kush janë mas motrave? Janë gjitha ato gra, si në muzikë, si në mjekësi, si në gjitha drejtimet që kanë hecë për para, edhe sot falë shumica sakrificës të atyne që në atë kohë që ato, ndoshta e kanë marrë që ato thimi janë kanë edhe të para gjykume, sot është
Por çdo sen për neve është ma letë. Bravo. Seriozisht, po se në atë kohën kur motrat, për shembull, unë jam kanë shumë e vogël, unë e kum një edhe që për shembull na kanë paragjyku. Kanë paragjyku babën, nonën, që shpileni me shku, me të vërtet ka qenë kohë e keqe, po tash dikush pa e thy aklin labi. E sot, shqyqyr Zotit, krejt jemi në rrugë të mbarë, veç ju uroj shëndet edhe të hecin si cilin profesionin e vetë sa ma mirë. Mje, këndë shë, mas motrave. Kanë e shoh, mas motra. Mas motrave. Po, i lejni ju, mas motrave, kush është mas motrave? Kush është tjetër? Që e du si këngëtare, po menona... Përgjith po të muzika, po e di. E kam shumë të vështirë drejt me thonë se sartë nanat e motrat se jo rritet menja, tashti shumë edhe zarë mi livdu e kam, se di. E kam shumë të vështirë nashta, po ka këngëtar shumë të mirë. S'mëj me thonë që s'ka, ka shumë të mirë. Nuk e di me emra, nuk di shka me thonë. Ka shumë hyje botrore që janë sot, si që është Dua Lipa, janë to që krenohëm edhe nasi si... Po nashta mas motrave që ngoj me qef, me thonë drejten, Alban Skënderaj është. Alban Skënderaj. Po. Okej, shkurta, ndikon ti me qef? Mas Unë motrave. kam drejt ngoj shumë, po nuk kam njatë caktu, se jam kështu mix në muzikë, nuk e kam njatë që me thonë me emër, me... Okej, për Lulën e kom një pyetje shumë shtirë. Hajde për hajde. Lule, që se kishe prit kër, me kënë motra duhet. Kur se kishe prit, sa kish marrë mendja heq. Se s'kanë bëj me zhandrin e tënve heq, dhe me tonë, po dueti i shkoni bukur. I shkoni I bukur, shkoni duhet. bukur, po. I shkoni bukur se kishe prit kur heq se kishe prit. Unë menoj që me Florin. Florin Majese? Unë menoj që kishë dalë një farë kontrasti i mirë. Në të motrat, edhe Florin Majese. Motra, që ka me ndoni jo? Shumë i talentum, është knatësi me bo, edhe hiq me ta, me bo një kongë për ati është knatësia më e madhe, është një muzikanti shumë i madhe. Me kënd e kishit bo një duet që pelojnë Florin, që tuni vala me shpirt, kështu me zemër. Me zemër, unë kisha thonë me Bacin Sabri. Me Sabrianën. Sabrian. Me Sabri Frizullohën. Me Bacin Sabri, na jena thuaj, na jena rrit me tona për turnet, shumë ta kena pas, e njohemi shpirtin e ti, e njohemi si karakter, edhe na kemi kalu momentet shumë të mira me ta. Edhe është për artistëve ma të mirë që ka ky vend. E përmendet, pakës më parë jo, që jeni shku bashk me to vitin e kaluar për 8 mars, me kërë jeni knaq. Diri kur mu me kërë? Kena fry. Diri kur mu me Po ti edhe kërë? një pyetje karu më najbo. Ti vete sapi që tujt janë si unë. Ti pse për më në fajnë për gjmuqë? Vete, Dhe që është problem. veti dhe këto. Problemi është se neve Sahidja na ka infektu. Sinqeresht po ta thamë. Po. Dhe me thonë, na kena Marta, unë për aeroplanin piksajna. Po, unë e maj mend natë e 6-ën, kena pas turne që kena shku në për Evropë. Nuk e di që jam tut. Kena shku shumë gjdo vetë më doke. A peshe, Edhe në apo binti Amerikë. që shka të banë njonat e në tjiret. Edhe në Amerikë shku. Mos Sahidën sarta e ke thirë në telefon, do me thonë e ka gjetë një arsye, që ka pas për shumë mas 2 dite, 3 e ka menu me aeroplan me shku, edhe më ka thonë, se divaj po të napja ti koncertit, ko gja largë me shku për aeroportit, do më thonë e ka gjetë një mënyrë më nis me kërë. Edhe, do më thonë, kjo gjithmonë të folë frik, i e rabo krejt njësoj. Krejt jena infektu për kësaj. Do më thonë, kjo është ajo që e ka damtu komplet familje tonë. Si Covid-i kjo. Seriosisht po të thamë. Edhe krejt e dina që prej Sahidës e kena që të frikën. Zdi. Dhe në tënë, akoma nuk heket fobia tek ju, tek motrat, me aeroplan. Edhe pse oftojnë, Një po më vjeni nati që s'jam frigu heq. Edhe në atë kohën kërë të tëshme me stafetën për Shkupit, me atë aeroplanat, gjysë aeroplanat e pishke Dohanin, e na knëshme me qiftelia, Po. bëshim program,
në aeroplan, bile një herë, jemi pas vënuna dyja pak, edhe nuk janë njës deri sa kena më rri, na. Edhe kur në mrena këshin pritur udhëtarët këtë gjë shumë, edhe u qubat sabri. Ta për mi dënu botrat Mustafa që për këtu kena prit, tha kanë më një kongë. Po, sot si isha qu, s'kisha gudzu mu qu për i karikës. Po kishin këput. Atëheru qumë. Shkum atje, edhe kënum 3 prizëri mori shkollë, dhe aeroplani kejt duat rëkitje, u knaqëm dhe i më renëm, do me thënë nuk e kum pasat në djenjen as ku jam. Por nuk e di shka ka ndohë me mu që... Unë menoj në është ta prej kur jena bo prend, ndjenja pak ka ndryshu, nuk o kanë si për që shkena oftu, që si kemi lanë fëmin shpe. E kom një pyetje tashti, për juve dyjave, se juve që dyjat po foni për aeroplan, këto tjera s'po folin, vi që dyjat po foni. Këto të ma shumë se unë edhe s'po gëzojnë Këto s'po gëzojnë atë. S'po gëzojnë atë për vetë. Edhe unë po du mu jap një këshill. Po marrë shambull konkret, dhe më tonë, të une që më ndodhe, dhe më tonë, njëjtë asan, i njëjtë asan që tha për përgjësis, dhe më tonë, kur bo është friend, janisa me pas një farë fobie, ullëtimi i parë, ullëtimi i dytë, ullëtimin e tretë, veç janisa mu vështirësu. Edhe unë në ullëtimin e katërt, e kërkova që me hite piloti edhe me atëru me ta. Kështu që atërova edhe 3 herë me Prishtina tiketin këtë rast, me pilotin atërova 3 herë, në më thonë një herë më ka ndodhë me atëru në Stuttgart, edhe 2 herë me atëru në Prishtin, edhe unë u stabilizova këtë komplet, edhe mu nuk e kam, dhe më thonë, atë panikën, atë fobin, që janisa me pas. është vërtet që mu e po më dhimet me njanë emni jonë dhe që po penalizomi shumë herë për shkak të fluturimi që s'po mujna me i mërinë, dhe më thonë po tirin sot në Londër, nesër në Paris, për shumë, që ta që kemi pas një rast në Paris në Darë, se më në kanë tirë do të kërqove, se dhe më më kanë dhimë shumë e familje që se nuk mu isha me imaginu që me shku me aeroplan edhe mu këthy, dhe më thonë, me kerë, është shumë largë dhe maltretimi shumë ma i madhë. E kështu që ka njerë pe i hupum ato ofertat, ato kërkesat që kemë të shumëta për shkak të qësaj. Po, nuk e di. Ma atëru me pilotin. Ma atëru, dhe më thonë, ta mënë me i mrenda për mrenda ku janë pilotat. Edhe pse ku më tu vënë për Stuttgart, shumë mirë ku më kalu. është shumë komod, do të themi shkurt, knaqësh. Të gjam, jo në rritë edhe thëmija tash. A di pëse po të thomë, se thëmija kanë qef edhe moltu edhe me juve, me shku në për vendet ndryshme. E tash si që kjo është i merë një qafë edhe thëmit. Jo, thëmija pak ma të zhut, do më thonë nasar të rina me fmike, në më thonë me përmen avionin, ku. Do më thonë ata që ditën me neve, pse e përmenom. Tash edhe ata infektojnë vini. Po, se unë qikën e kam në Amerikë dhe deshta, kam e shku. Inshallah ju del virusi i aeroplanit. Po që po thush me shku me hite piloti, e kumbo dhe këto. A ne? Po që me Prishtina të ketë që përshëndesëm edhe kena një mitësi shumë të mirë. Edhe ma ka mundësu edhe aty. Edhe? Po une, jo, nuk jam në ato pika sa është Sahidja, për shemull. Po është... Jo, se na frigohëm, po prapë... Se... Jo sa kjo. Jo sa Sahidja. E kanë, se cili e ka një farë, se nuk mujna me thonë. Jo, na, më frigu po në ekstrem, për shambull jo. Shti mu frigu. A dhe pi një kofa, edhe lab, edhe është një tjetër që shumë problem nga ka botash edhe këto, dhe me thonë, rjetet sociale, se qesin tonë kohën, gjona që nështë edhe hitë se egzistojnë dhe ty ta jepë një panik që... Po, ato përbojnë, montojnë video. E po që ajo dhe për thamë, dhe me thonë është pak e egzageru me gjdo herë... Ba, jo pa shpani me po. Po, interesant. Edhe interesant është, para se me udhëtu të nesrit, nështë ta kam me udhëtu, një ditë për para krejt, aeroplanat më mdalin të urzu. Ta në kohën, qka të lypi, në në stopë më dalin. E mira është që edhe tu të më dhe udhëtojmë. Po. Që kjo është. Kështu, ati më shelim sytët, ta më ndojmë vetëm që në aeroplan. Unë e shkuva për Amerikë. Kur kem shku për Amerikë, nështë se kom pas këtë frikën kështu shumë në ekstrem, amo edhe atër jam frigu kogja shumë. Kom pi edhe hapë edhe, së dhe këhiq të shytej atje sy që vesh këshin të më qelë. Po, mirë, përgjithsi kemi kalu mirë, nuk ka që kemi pas në i rast që do të mu frigu, seriosisht. Edhe do të, edhe na normal me besu që aty ku ta kitë shkru me valojnë rrugë të hecë, po nuk e di pse mu ka prap hypi, nuk o që sotoj, ama me qef ju, me qef ma u thoj me kërë.
Unë po du, sa jemi bashkë këtu, po du edhe mas jemi vish të këfundi, po i thëmë Dreams Villave për me hy në Instagram, edhe del poshtë bënë një follow, po vim drejt fundit të emisionit Një kafe me labin, edhe mundëni më ardhë në këtë vend mrekullueshëm Brezovicën e bukur, edhe me kalu një ditë, një natë të mrekullueshme. Vendi është perfekt, fenomenal është. Kështu që... Kena me ma shpesh këtu. Po, definitivisht po ja vlen. Qka po kënojmë për fund? Po kënojmë këngën e nanës, masi është 8 marsi. Pa tjetër. Me qefe ngojone edhe qiku së di. Edhe ju urojmë, shfrytëzojmë rastin të jorim krejt nanave, motrave, 8 marsin, inshallah me shëndet e me lumturi me tanat mira për krejt. Ke merituar gjdo të mirë, ke pas një jetë vështirë, na ke lind, pa mjek nga dëvetës, besimtare, heroine jetës. Zdo 2 vjetë, Zohti qik të fali, su mërzite, thoj shëshnosh, si qika si djali. E sa u gzum, veç na e dim, kur u banën motrat me vlazni, edhe njëherë, si dikur e nane, nise atë kongën tane. Nina nana oj drite hanës, m'paq na fake oj qika nanës. Nina nana oj drite hanës, m'paq na fake oj qika nanës. Nane, e lumja nane, te qika i bane. Te princesha, na i ka rrit mretnesha. Nane, e lumja nane, te qika e dydje, ma e mira në bot, je oj nana jem. Faleminderit shumë. Pyetja e fundit e jemja që është për sonte, është kuj dëni mi thonë faleminderit prej Një kafe me labin? Faleminderit nanës edhe babës, që na kanë rrit me mon, e na i kanë dhënë krejt drejtat, edhe sot pegësojmë këtë ditë. A keni me shtu diçka? Faleminderit edhe Zotit. Unë bush me lëtë në sy, dhe me thënë, a përshë që këta e ndishëm, që që kanë... Zotit që na i ka dhënë mirësin, dashnin, dhimbjen. Ajo mërzit se babën këto ditë e kemi pas shumë smut. Edhe një ditë i thash shkupa, thash, sa mirë të qika i ke bota edhe teti kisha bo tjera. Dhe me thonë, a i ka bo shumë për ne, a i na ka shkollu, na i ka dhënë drejtat, kur nuk na ka bërtit, kur s'na ka, s'vjen shpreje me të rej, po gjithmonë malësoret e babës, ma të mirat. E ka një vend shumë veçantë të na. Sidomos ju prind, cilët pak na shikoni, edhe aq ma tepër ju baballar, cilët fakt keni vajzat të shtëpia. Merrni një shembull se si duhet tritet një vajzë. Duke më si thënë, asnjëherë stop kësaj, apo duke ngritur zanin, apo qoft larg duke e quar dorën. Kur njët lab. Jep dashni, shumë herë kur e kanë cekë burri, do më thonë drejtat e femës, ose burri, kom thonë, ka dali se ka dhe burra shumë të mirë, se baba jone ka trajtu nanën tonë shumë mirë. Gjyshi jem e ka trajtu gruna vetë shumë mirë. Ogja jem që na jemi rritë
gjatë familje që gratë shumë i kanë nderu, shumë i kanë respektu dhe kur fjallën se ja kanë këthy, do me thonë, ka njerëz shumë të mirë, ka burra shumë të mirë. Unë e vishë për të thëmë pa që shëndetin, pa që fatë, e pa që gjithat mirat e Zotit, edhe uroj, edhe besoj që ka qenë një natë e bukur edhe veçantë. Falemderit shumë lartë, falemderit që s'pë në haron kur edhe për në mladhë në momentet ma të mira tjetës, në për festa, në për inshallah, edhe ti me jetë gjatë e ki qiken. Uroj për të mira gjithmonë. A ka ndo një intervjist që kena bo bashk, edhe që kishit dasht me fship YouTube-it? Jo. Je i kujdes shumë edhe për qatë arsye asë njerë nuk dina me thani ju. Vina kështu. A ka ndo një herë që kom ga buna i sana? Ja, kur njetë. Më falë Kemi për shokin thamë, ma të mirë. nëse kom ga buna herë, më falë për thamë. Kemi shokin ma të mirë, ma je bëva pjesë e familjes. Unë thashtë edhe me fillim të misionit, jam me fatë që ju kom pas edhe vazhdojmë ju pas pjesë tjetës tame. Se mbi gjitha jemi rritë zbashku, një përqafim edhe një dashni të madhe për familjet e juja, aq ma tepër për nanën e për babën. Inshallah edhe shumë vite me shëndet edhe me të mira. Unë i thamë shikuesve të radio televizionit Disenit, shikuesve të emisionit i Kafe me Labin, knacike që sonde e ndam bashkë me motrat Mustafa, këtë natë bukur edhe të veçantë, shihemi javën tjetër, me gjana tjera, me një program pak, ma i madh, po e marrë shembull, sepse është një iftar këgja i madh, janë edhe motrat pjesë të ati iftari, kështu që unë i thamë qëndëroni bashkë me ne deri javën tjetër. Prishtina tiket pa vini, Arja Petrol, faleminderit që jeni pjesë e këtij rrugtimi. E mos harroni, ju që doni Brezovicën, e keni vendin ideal ku më ardhë. Jemi të vendosur në Gjinos, tek shtëpia të moshuarve jetimet e Ballkanit.